E kemi qartë Berisha për aktivitetet edhe veprimtarinë e tij. Megjithatë, a konsideroni se mund të jetë rastësore kjo atje dhe është fotografuar me qëllim nga dikush vetëm për të shkaktuar efekt në opinionin publik dhe se për këtë nuk ka qenë në dieni ndoshta Zonja Gërvalla? Tani po vi të përgjigjem. Do të thotë, kur i ka gjitha këto këtë histori në fotografinë e tij, detyrimisht që është fotografia që ndërlidhet ngushtë me historinë e komplet hecjes tonë deri te liria e shtetit. Dhe qenia e kësaj fotografi në një podrum ka grupi dokumentash vjetra dhe kjo fotografi dhe gjëra tjera, unë mendoj se nuk i bën derë identitetit tonë shtetëror në kombëtar. Një, se nuk bëhet asgjë me fotografinë që ka marrë po i fatur. Ashim thonë që në historinë vetëm ai që nuk mund ta zhbejë, ta zgjollojë, as ta bëjë më të madh me këto veprime të ulta teknike. Prandaj, qenia e kësaj fotografie tregon se ne nuk kemi protokoll administrativ shtetëror. Ashtu siç në zyrat tona me rregullore thuhet duhet të jetë presidenti dhe një gravur cila do, ndonjëherë sa presidenti vendosë diçka krejt, ose një personalitet po ashtu të lartë që nuk është zyrtarisht presidenti. Kjo tregon mungesën e kulturës institucionale, mungesën e kulturës shtetërore dhe mungesën e kulturës së funksionimit administrativ të shtetit. Dhe mos kujdesin për arkivat, për dokumentacionin që të shpojnë historinë dhe punën e këtyre institucioneve për ngritjen e shtetit që po ndodh nga liria ose nga pavarësia. Kjo treguesi kësaj mungesë kësaj kulture. Tani, shtoj kësaj edhe njohen në profilit të zonjës Gërvalla, e cila ka një urrëtie patologjike, ka dëshmuar që ka quajtur ndërhyrën hap, atë të gjitha këto paraqitime se mund ta ketë bërë me qëllim. Po, pikërisht për këtë Berisha, a mund ta ketë bërë dikush me qëllim që ta ketë quar fotografinë në podrum, ta ketë fotografuar e publikuar, vetëm që të bëhet gjithë kjo zhurmë dhe të nxitet ndoshta kundërshtime nga PDK-ja për zonjën Gërvalla? Këto janë spekulime tash, në nivelin e spekulimeve, sepse kjo është konspiracione, kjo nuk dihet. Është kështu pa ashtu. Por unë po ta heq më rafën, se dikush e ka marrë dhe ka thënë për veproj skenar. Unë kam pa, shife, ne kur këtë nuk e dim ne zotër Berisha. Ne nuk kemi fakte se edhe zonja Gërvalla ka qenë në dieni se kur është kërkuar të heqet fotografia do të përfundojë në podrumin e bashkë me gjëra të tjera të panevojshme. Bravo. Të dërosët nuk është se kemi fakte. Këtë jemi dakord. Por unë e thash një diçka. Dhe qoftë ato dokumente, do fotografi që lidhen me identitetin e shtetit tonë dhe historinë tonë, kanë përfunduar në një vend pazakont, atë është mungesë e kulturës institucionale e kujdesit shtetëror, e një protokolli administrativ të cilin duhet trajtuar. Po, na e lojmë ona shprehje. Për t'ia udhëhequr dileme, se dikush e ka marrë dhe ka qenë dhe ka bërë këtë këtë. Po u thëm një diçka tjetër. Kur ndërtu muzevi i Luksës, në një kënd ishte pjesa koshore. Dhe simbolika e koshorës është furi i kufirit, piramida. Dhe unë para pak kohë, para një viti, e kam pa të muzeu shqiptar, dhe grumbullin e mbeturinave edhe copa të rastave betoneve do të thyra që bëjnë ndërvime, e kam pa gurin e hedhur. Jam dëshpëruar, e kam fotografuar edhe unë. Por ajo është treguesi kulturës shtetërore, kulturës institucionale që kemë na si popull, si institucione, si administratës, si përtërë. Kështu është, unë nuk duhe bo tragjike fotografi, sa është thyri për identitetit tonë, por është mungesë e kulturës administrative shtetërore. Nuk ka administratë shtetërore të rejtë. Dhe unë e kam shumë dyshime se na kur një ditë do të na duhet të bojmë në rishtem të historisë, gjejmë dokumentacionin e arkivat që po lypen në pasë, kena mu të shkru me vetë sa kemi pas kulturë me rujnë gjurë, ata saj që quhet historia ju, nëse rëtimi ju historikës. Dhe a konsideroni, zotëri Berisha, se do duhet ndoshta